Po flasim edhe për diçka tjetër, po flasim për kartelën e lagjës, një gjë që më ka bërë përshtypje shumë gjatë kohës së prezantimit. Apo na tregon konkretisht çka është kartela e lagjës, edhe çka përfiton për shembull një banor i lagjës Dardania ose një banor i lagjës Ulpiana me kartelën e lagjës. Kartela e lagjës është një metodologji e punës përmes cilës banori i lagjës e përcakton buxhetin e komunës. Okej. Pra, kartela i përmban 22-23 çështje, të cilat janë thelbësore për çdo lagje. Çështjet si hapësirat publike, parqet, parkingjet, shërbimet e tjera komunale, çerdhet, shkollat, shërbimet shëndetësore, dhe çdo lagje do të kaloj përmes këtij filtri të kartelës së lagjës. Do të identifikojmë ato që nuk i ka një lagje dhe automatikisht do të shndrojmë në buxhet. Për shembull, këtë aktivitet e kemi bërë me shumicën e lagjeve dhe po e marr si ilustrim Dardani ndoshta, ku kemi shumë objekte banesore atje në Dardani, dhe nga aktiviteti që kemi bërë me banorët për me identifiku nevojat, ka dalë kështu, që fillimisht një nga problemet kryesore të banesave në Dardani janë ashensorët. Okej. Ka banesa pa ashensor, ka banesa me ashensor të vjetruar që nuk punojnë e të tjera. E dyta, problemet me kulmet dhe bodrumet e banesave. E treta, me izolimin termik për eficiencë të energjisë. Pastaj është dhe mirëmbajtja e korridoreve dhe hapësirave të përbashkëta. Këto janë disa çështje që i kemi identifikuar që janë urgjente për investime në lagjen Dardania. Pastaj Dardania ka parqe, po mungon mirëmbajtja. Në Dardani kemi nevojë për më shumë parkingje, është një prej lagjeve që vuan nga mungesa vend parkimeve dhe shpesh banorët rezident diskriminohen sepse vinë të tjerët parkohen dhe u azën vendin banorëve rezident. Dardania ka nevojë edhe për çerdhe të reja publike e të tjera. Pra, kjo kartel, kjo metodologji e identifikimit të problemeve na ka ndihmuar që bashkë me banorët me i gjetë problemet, e ato me i shëndru në buxhet dhe në investime nesër. Në këtë mënyrë, ne banorin e lagjës e bëjmë hisedar të mënyrës se si bëhet buxheti i komunës dhe si bëhen investimet për me i adresu nevojat e banorëve.